të punonjësve të Kekut? Po, kem një marsh protest për vitin e koga, për kushtet punës, për padrejtësitë që i bëhen punëtorëve. Do të thotë që ketë se akoma dhe informata për 2019-ës e ka ngritë çmimin 3 herë, po se dhja akoma. Ako se Keku e shet shumë lirë, 29 euro e gjys 1 megawatt e shet. Konsumatorit ja ka rritë 3 herë, edhe ne kërkojmë ngritjet pagave. Se nuk ka senet elementare në hyjë pej 30, 50, e 70% çdo sent që në hyjë çmimet. Jeta është trajtu edhe na kërkojmë. Kërkojmë rruga më të mira e jo kështu në këtë gjendje. Dhe po që të diskutoj disa me problemet që keni. Cilat janë problemet kyçe që i kanë përveç pagës, pra punonjësit e Kekut? Sepse nuk është vetëm paga që ju keni hasur gjatë rrugës si problem. Po janë kushtet e punës, nuk ka vend të punës si nuk ka mungesë punëtorëve. Është mungesa punëtorëve, edhe janë kushtet e rana që shumë vështirë është me i përballu. Vetëm vitin 2024, pej Kosovës Bej. Kosova Bej ka 480 punëtor, 5 punëtor kanë vdekë. Ata ma 3 shumë, se unë 50 vjetë, 10 vjetë ma 3 so. Pra përthoni se ka raste kur njerëzit humbin jetën për shkak të kushteve të rënda të punës apo gjatë viteve aty? E fiton së muen profesionale gradualisht, nuk e fiton për 2-3 ditë, po aty ka temperaturë, ka plohën, ka përmoj, ka zhurmë. Ka zhurmë sas të madhe që trunin të adrijë. Sidomos kur starton, apo bjen bloku, aty jo punëtarë që janë, po ajo rrethin ka zhurmë të madhe. Dhe ka pa isë mbrojtës aty? Pra, ka diçka, po... Kundër zhurmës, kundër... Ka kundër zhurmës, po në ashta që të pa isë zhurmës me... janë do që i bojnë, po do nuk i kanë, apo edhe pengon në tjerat metoda që nuk mund edhe më bërtë ato. Zë Gasha, e keni ngritur si problem pra edhe brenda Kekut këtë çështjen e smundjeve profesionale, pra se te fundit jeta është gjë më shtrenjtë. E kemi ngrit këto se kanë marrë parasysh hecë. Se ka, unë e po më mendoj që ka edhe ma të fuqishëm se lizi. Janë vikendet, janë mendrime, e kanë fitu me zgjëzë, me sene dhe nuk japin mjetën punëtorëve që ju takojnë. Kush është me forcë e ligji? Po tash menazmenta që po vinë pej severive, pej partive, pej bordeve, tash nuk e di kush është aty mas tyne, po me zgjëzë i kanë fitu edhe nuk mund me marrë. Prapi bie që çështja e drejtës vikendit, kompenzimeve, nuk është duke u zbatuar edhe pas vendimit të gjykatës. Edhe pas vendimit të gjykatës. Nuk respektohet. Unë që e 4-3 vjetë punojmë Kek, kur inspektor të punës nuk unë po me ardhë në herë me kësyrë zendje në punëtorës që shë.